Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër gjatë vitit 2025 ka shënuar një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve si vendas ashtu edhe të huaj. Kjo është konfirmuar nga historiani i këtij muzeu Gjerard Donikiari, i cili bën të ditur se interesimi për këtë institucion muzeor ka qenë i lartë për gjatë gjithë vitit, veçanërisht gjatë periudhës së festave të fundvitit. Viti 2025 ka njohur rritje të vizitueshmërisë në muzeun tonë nga turistë qofshin të huaj, qofshin vendas. Ky frekuentim ka vazhduar edhe përtej sezonit turistik. Kemi një rritje të vizitorëve që vijnë pra nga qytete të tjera të Shqipërisë, qoftë gjatë fundjavave, por qoftë edhe gjatë kësaj periudhe të fundvitit. Ndërkohë, historiani Nikiari bën të ditur se ekspozita e fundit kushtuar figurës së Martin Camajt ka ngjallur interes të madh tek publiku. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri më 10 janar, duke u dhënë mundësinë qytetarëve dhe turistëve të njihen më nga afër me jetën dhe veprën e tij. Në lidhje me me ekspozitën e fundit, e cila ka pas një tërheqje mjaft të madhe dhe të vizitorëve, jo vetëm të shkollave, por edhe të turistëve të tjerë që kanë vizituar këtë muzeum, kanë mbetur të mahnitur nga vepra e madhe e Martit Camajt dhe është një ekspozitë e cila qëndron e hapur për publikun deri në datën 10 janar. Rritja e numrit të vizitorëve shihet si një tregues i rëndësishëm i interesit në rritje për trashëgimin kulturore dhe historike, si dhe i rolit që muzeu po luan në promovimin e kujtesës kolektive.